Të nderuar etër, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin. Jemi në atmosferën e Pashkës, në gëzimin e ngjalljes së Zotit, dhe ky gëzim shtohet edhe nga kjo kremtje tjetër e madhe, kushtuar të mallit shëngjëj trofeprusit, që Kisha Ortodokse e nderon gjithmonë më 23 të prillit, por në qoftë se kjo datë bie brenda javës së madhe ose kreshmës, atëre gjithmonë shëngjëji festohet mbas Pashkës. Por këtë vit, data 23 bie mbas Pashkës, kështu që ne mblidhemi në këtë mbrëmsore dhe pastaj nesër në mëngjesore dhe liturgjinë hynore në nder dhe kujtim të dëshmorit të madh shëngjëj trofeprusit. Edhe pse ka kaluar shekuj e shekuj, personi i tij nuk harohet. Përkundrazi, deri i tij transmetohet nga brezi në brez. Shëngjëji ka lindur në vitin 272 pas Krishtit, nga prindër të krishterë, sidomos nga nëna e tij, Polikronia, e cila ishte nga Lidja e Palestinës, pra kishte dhe gjakë izraelit. Emri i tij, Gjergj ose Jorgo, do të thotë, sipas letrës së Apostullit Pavlit, ara e Perëndis ose ndërtesa e Perëndis. Dhe këtë emër ose këtë kuptim ka emri i tij. Kur bët 18 vjeç, ai u mobilizua në ushtrinë perandorake, që në atë kohë udhëhiqej nga perandori Dioklecian me origjinë ilire, dhe shëngjëji u dallua si një ushtarak trim, i cili shërbente me devocion në perandorinë romake dhe në perandorin Dioklecian. Për këtë arsye, ai që në moshë të re, në moshën 20 vjeçë na thuhet, ai arriti të ketë sukses dhe të ketë karrierë në ushtri dhe mori emrin Kont i ushtrisë romake. Por dim se Diokleciani mbahet si një nga perandorët më persekutues ndaj të krishterëve dhe në atë kohë Diokleciani nxori një dekret edhe për ushtrinë perandorake që kushdo që do besoi tek nazaretasi ose i kryqëzuari, ai do të torturohej. Dhe torturat ishin shumë të frikshme, boll po ti mendoje. Kur e dëgjoi këtë, Gjergji, një ushtar trim, ai doli përpara dhe tha: "Unë jam i krishterë dhe bëni mbi mua të gjitha ato që juve i keni caktuar për të trembur të krishterët." Respekti ndaj Gjergjit ishte shumë i madh. Tam ishte një strateg i madh, ishte një general. Dhe i thanë që s'ka gjë, vazhdo, beso. Por Shëngjergji kërkoi që mbi trupin e tij të bëheshin gjithë torturat ose lista e torturave. Prandaj dhe shumë i madh Shëngjergji, sepse nuk ju shmang martirizimit, e kërkoi me vetdashje për t'i treguar paganëve fuqinë e Krishtit në trupat dhe shpirtrat e krishterëve. Kështu që Shëngjergji ju nështrua torturave, ishin torturat nga më të frikshmet. Një ndër torturat i vun një gur të rëndë mbi trup, por Perëndia dhe angjëlli mbrojtës ia lehtësoi. Po ashtu Shëngjergjin e vendosën në një rrotë, e cila rrotullohej dhe poshtë kishte thika të ndryshme që coptonin trupin e shenjtorit. Po ashtu e hodhën në një grop gëlqere të pashuar dhe mbas 3 ditësh, duke menduar se do të gjendej i shkrirë trupi i tij, e pan që ishte plot trëndafila ujë i gëlqeres dhe trupi i tij kishte lëkurën si të një fëmie. I bën dhe shumë tortura të tjera, por Shëngjergji nuk epej. Zoti ishte me të. Kjo bëri që shumë të besonin. Madje edhe magjistar. Tregohet një magjistar i cili bëri një helm të fortë për ta helmuar Shëngjergjin, ai pranoi ta pi duke bërë shenjën e kryqit, por Shëngjergji nuk vdiq. Madje Shëngjergji shëroi trupin ose skeletin e një djaloshi që kishte një kohë shumë të gjatë, si në Aksarani thot gati 300 vjet, dhe ai e ngjalli dhe kur u ngrit, ky djalosh falenderoi Perëndin dhe Shëngjergjin që e nxori shpirtin e tij nga hadi dhe pohoi Isu Krishtin si Zot. Më në fund, Shëngjergji shëroi dhe ngjalli më mirë na thuhet, edhe kaun e një bujku gliqerit
të cilët i kishte ngordhur, edhe ai besoi në Krishtin, shkatroi tempullin e Apollonit, dhe gjitha këto mrekulli bën që shumë pagan, të cilët ishin skeptik për fen e të krishterëve, kur panë këto mrekulli, kur panë që trupi i shëngjëgjit nuk e epeshe, por përkundrazi plagët i shëroheshin më ndryrën e Perëndis, ata u bën të krishterë. Më në fund, shëngjëgjit ja pren kokën dhe kështu përfundoi ky martir i madh. Që në shekullin e 4, figura e shëngjëgjit u përhap në gjithë krishterimin. Dhe të gjithë të krishterët e patën atë si një model të martirizimit, që do thotë dëshmi me gjak. Dhe kështu, jo vetëm në perandorin bizantine, por në të gjithë botën u përhap, madje dhe në Shqipërinë kemi shumë kisha të shëngjëgjit. Duhet ndalojmë këtu, sepse shëngjëgji ka një lidhje shumë të ngushtë me popullin ton arbëror, dhe sidomos me heroin ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Tradita thot që kur Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte i marrë rob nga sultani dhe shërbente si inicier në ushtrinë e sultanit, i shfaqet shëngjëgji dhe i thot ktheu në arbëri, sepse populli ka nevojë për ty. Madje thuhet që ai e bekoi dhe Gjergj Kastrioti mori kurajo nga shfaqja e shëngjëgjit dhe bëri atë që ne dim, që shliroi krujen, lezhën dhe pastaj për 25 vjet poshti perandorin më të madhe të kohës, perandorin osmane. Kështu që të krishterët në arbëri e nderonin si shëngjëgj trofeprursin, por dhe Gjergj Kastriot Skënderbeun dhe i nderonin në një ditë. Ka një paralelizëm edhe në atë çfarë bëri Gjergj trofeprursi dhe Gjergj Kastrioti. Në ikona, shëngjëgji, siç e kemi dhe këtu, paraqitet mbi një kalë të bardhë, duke goditur me shtiz një kuçedër. Sepse na thuhet se në një vend një kuçedër hante gjithmonë të ri dhe më në fund, sipas shortit, i erdhi ralla bijës së mbretit. Dhe Gjergji ishte atje, e vrau kuçedrën dhe liroi bijën e mbretit. Ka një paralelizëm me Gjergj Kastriot Skënderbeun, i cili edhe ai luftonte me një kalë të bardhë dhe çfarë? Goditi kuçedrën e perandorisë osmane. Do dini se Gjergj Kastriot Skënderbeu kishte një frymëzim nga shëngjëgji dhe prandaj tham që etnosi arbëror, sidomos arbëreshët, e nderojnë shumë shëngjëgjin, trofeprursin, por dhe Gjergj Kastriot Skënderbeun, pra dhe neve e nderojmë sepse ka dhënë një kontribut të madh për besën, por dhe për ruajtjen e traditave dhe të shtlirimit të vendit tonë. Të dashur të krishterë, i themi të gjitha këto se Shqipëria nuk është një vend i huaj ose i izoluar pavarësisht për masave saj të vogla. Në Providencën hyjnore, ky vend ka pasur një rëndësi shumë madhe. Ka nxjerrë shenjtor shumë dhe ka pasur ndihmën e përkrajnë e dëshmorëve dhe shenjtorëve shumë të mëdhenj. Prandaj të jemi mirënjohës Perëndis që kemi lindur në këtë vend dhe mbi të gjitha që jemi krishterë ortodoks në këtë vend, ta mbajmë traditat tona të krishtera, nderimin e shenjtorëve dhe të shëngjëgjit të madh, të cilët e nderojmë edhe në këtë vend, në Durrës, dhe duhet dini se kjo është një kishë që ka historikun e vet dhe ka qenë shumë dhe është shumë e rëndësishme në komunitetin e krishterë ortodoks të Durrësit, dhe le ta falenderojmë Perëndin për këtë dëshmor të madh, duke qenë frymëzim për shenjtor dhe dëshmor deri në fund kohërave. Dëshmor do ketë deri në fund kohërave, edhe në këtë kohë. Edhe në këtë çaste ka dëshmor që vriten për Krishtin, deri sa të plotësohet numri i dëshmorëve. Amin.